Televizioni Boeing, pak kohë më parë, ishte në New York të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të vizituar disa nga bashkëvendësit tanë të cilët jetojnë dhe veprojnë atje. Festat familjare, shënimi i datave të rëndësishme të kombit shqiptar, i bashkojnë shqiptarët e Amerikës me njëri tjetrin, por jo vetëm kaq, ata bashkohen së bashku edhe në aktivitete të lira, siç është edhe pikniku. Nga viti në vit ata organizojnë piknik mes vetës për të qenë pranë njëri tjetrit, për të afruar familjet, për të ruajtur marrëdhëniet dhe breza të rinj, për t'i ushqyer me prejardhjen e tyre. Ndryshe nga vitet e tjera, si vjet këtë piknik, e kanë organizuar të gjitha shoqatat shqiptaro-amerikane së bashku. Shoqata Malësia e Madhe nga New Yorku, Fondacioni Plave Guci, Shoqata Ana e Malit, Shoqata Rrënjët Shqiptare. Ne ishim prezent në këtë piknik që kishte të bënte me prezencën e shumë familjeve të cilët shoqëroheshin me njëri tjetrin, me aktivitete të ndryshme të lira sportive, muzikë dhe çdo gjë që tingëllonte shqip. Lidhur me këtë organizim të piknikut, ne ju drejtuam kryetarit të shoqatës Malësia e Madhe nga New Yorku, Ejlo Berishaj. Jena Sparit, përshëndetje, mirë se keni ardhur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e përmes TV Boeingit përshëndes të gjithë malësorët, apo të gjithë, me thonë, ma mirë gjithë shqiptarët që jetojnë në Maltëzi. U dëshoj sukses, u dëshoj të jetë të gjatë, përparim, gëzim dhe lumturi çdo shqiptari që jeton atje. E juve, me shpresë se këtë aksion që keni marrë, do të kryeni me sukses dhe do të dalë me sukses për juve. Ne shoqatat jemi disa 2 vitet e fundit, jemi bashkua, si me thonë, si asnjëherë më parë. Jem shoqata që merremi me bashkimin e malësorëve, me bashkimin e Ulçinit, me bashkimin e Plavës së Gucis, Krajës, e gjithë krajinave të cilët jetojnë në Maltëzi, jemi bashkuar dhe kemi marrë një vendim që së bashkut të bashkuam, shpresojmë se kemi me pas edhe më suksese në të ardhmen. Edhe me qëllimi ynë kryesor është bashkimi i gjitha shoqatave, gjithë shqiptarëve nga Malezi këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që të qelin pak sytë e latena nga vendlindja që e lata të bashkohen, të ndjejnë vetin e lata pak fajtor përse nuk bashkohen. Kjo është hera e parë që jeni bashkuar të gjitha shoqatat në një aktivitet të tillë që është ky piknik, apo jo? Kjo është hera e parë që kemi organizuar këtë piknik, gjitha shoqatat së bashkut, për çdo vjet bën një shoqatë ka bën një ditë tjetër, por kësaj këtë vjet e kemi vendosur që me bën gjithë shoqatat së bashkut, është me të vërtet një kënaqësi, kanë një sasi populli që peshin edhe ju vet, afro 2000 vet janë këtu sot në park, është një ditë e mrekullueshme, shumë e shkëlqyeshme për neve. Përveç aktivitetit të lira, mendoni që ju si shoqata të gjitha së bashku të organizoni edhe datat apo të përkujtoni datat historike apo ngjarjet e rëndësishme? Po ky është qëllimi kryesor i jonë. Qëllimi kryesor i jonë është që të bashkohemi të gjithë edhe për festën e flamurit ta festojmë gjithë së bashku. Mos festojmë një shoqata te, një shoqata te, po gjitha shoqata së bashku, se ka më efekte dhe është më mirë, më bukuri. Sot për shembull me pasar një shoqat këtu me bani një aktivitet këtu vetëm, me siguri këtu i të kanë bela 200-300 veta, 100 veta. Kështu sot këtu jem gjitha së bashkut, jem 2000 vetë. Edhe pse jo, edhe festën e flamurit, festën e kryengritjes, festa tjera të cilat janë historike të kombit tonë, pse mos me i festuar së bashkut me kanë ka 2000 vetë, 3000 vetë, apo më shumë. Kjo është hera e parë që tani neve po zhvillojmë intervistën si kryetar i shoqatës Malësia e Madhe nga New Yorku. Pak më parë, do thotë, neve kemi zhvilluar intervista Fondi Humanitar. Kësaj radhe Fondi Humanitar tashmë është bashkuar së bashku me shoqatën Dexhë Luli dhe keni këtë shoqatë të re. Si po funksionon tashmë kjo shoqatë e re? Shoqata e re funksionon mrekullueshëm. Kemi filluar jashtëzakonisht mirë. Bashkimi i dy shoqatave ka pas një sukses jashtëzakonisht të madh malësor. Unë thëmë lirisht në malësor, se në malësi jem ka 2 shoqata, po si janë kënë situata në 2 shoqata, ka pas lloj antar një shoqat, lloj antar tjetër shoqat, po sot që është ditës jemi banë së bashkut, jem afro 8 antarësh. Dhe me thënë që suksesi është i shkëlqyeshëm, malësorët na kanë prit aq mirë, na kanë respektua këtë bashkimin e 2 shoqatave aq fort sa çuditemi edhe ne vetë kanë hena çuditemi se thomë pse se kemi bën këtë edhe tash 10 vite më parë, por është koha për të bashkuar një herë për gjithmonë. Gjithashtu keni dhënë një kontribut shumë të madh për ndërtimin e funeralit të Malësisë. Një kontribut i cili në një kohë shumë të shkurtër ka sjellur të ardhura shumë të mëdha, të cilat do të ndihmojnë për përfundimin e këtij funerali. Bujaria e malësorëve është gjithmonë bujaria e tyre. Ti e din se malësorët
kur vjen puna për me dhënë me bashkua, na jemi në gjendje si shoqata jon, Marsia e Madhe jemi në gjendje për 24 orë për shembull me i bledh për 2 orë, për 2 orë me i bledh $100,000 për një gjë që është ka punohet, një gjë shenjtë që është ka punohet në Malsi. Jemi shumë kënaqur me të vërtet për atë punën e tyre që kanë bërë atje, veprimtarinë e tyre se na dim se sot është i shekull, një funeral lypet sikurse çdo vendi tjetër në botë që kanë funeralet e ne deri dia par ditë, i qesim hatret në për rruga, në për shtëpia, ku shpeshherë edhe pa mundësia e bën njerëzit që çdo t'i bajnë aty të shtëpia në mesin e fëmijëve, në mesin e familjeve, fitojnë edhe fëmija si trishtim për këtyre gjërave. E kjo kanë një gjë shenjtë me të vërtet, edhe unë mas forti t'i falenderoj atë këshillin e Malsis, funeralit atje, ata i përshëndes për sportit dhe i falenderoj për sportit për punën e tyre të shkëlqyeshme që kanë bërë. Edhe familjes Camajve, Buksalekave për punën e tyre, për veprimtarinë e tyre që kanë bërë tash sa vite luftojnë për me fituar atë vend, për me rregulluar atë vend, ashtu si i nevojitet, çka i nevojitet mas tepër sot Malsis. Kjo vepër e madhe e cila i nevojitet Malsis tashmë po përfundon. Për çfarë tjetër jeni duke shikuar nga Malsia dhe çfarë ju shqetëson në Malsi për ta rregulluar dhe për ta sjellur në atë që e meriton Malsia për të qenë? Unë mendoj se gjërat që na shqetësojnë mas forti diasporën, këtu si në Detroit, është çështja e komunës së Malsisë. Është një gjë që është me të vërtetë është e nevojshme sot në Malsi të jetë komuna e plotë. Ta kem një komunë të plotë, kem të drejtat e barabarta sikurse çdo kombësi tjetër që ekziston në Malsi. Na nuk kërkojmë kurrë më tepër se vetë të drejtat e popullit. Kërkojmë flamurin, kërkojmë gjuhën, kërkojmë historinë, kërkojmë shkollimin e nxënësave, kërkojmë atë komunë që tash 30 vite me radhë veç premtohet. Kjo është një gjë që ne do të punojmë dhe do të vazhdojmë në bashkëpunim me partitë politike shqiptare, se na duhet një mënyrë një tjetër me bashkëpunuar me ta, nëse ata organizohen sikurse jemi organizuar na, sikurse jemi na të bashkuam, nëse ata bashkohen, kanë një mendim, një qëllim të barabartë me ne, me siguri ai ka mu arritë, ajo do të arrihet, se na do të bëjmë çmos, do të investojmë çka të muim, veç me i pas ato drejta si ka gjithë populli tjetër shqiptar, gjithë populli tjetër që ekziston, që jeton në Maltezi. Na s'lypim kur gjë më tepër. As duam luftë, as duam pushka, as duam kur gjë, veç duam drejtat e barabarta si gjithë tjerë. E unë ata besoj që në ato konë. I pranishëm në këtë piknik ishte edhe deputeti i Asamblesë së New Yorkut, zoti Mark Gjonaj, i cili këtë aktivitet e vlerëson shumë të rëndësishëm për shqiptarët të cilët jetojnë në New York.
Një ditë aty në organizatave që na kanë bashku sot. Edhe me vërtet ishte kënaqësi, se si i ri ai moçëm sot ka një aktivitet që mundet me marrë pjesë. Ka misijat moçëm që kem, ata shokët e miq që i shohim rrallë, se jeta është i fje komplikuar. Të renia që për njofin shoqin. Sot ishte ditë mrekullueshme që komuniteti tonë nuk ta harrojnë. Ndërkohë, sa mendoni se janë të bashkuar shqiptarët këtu në New York? Ishte vërtet, na jenë bashkuar. Na shef së bashku gjithmonë për krahjen, si për veti që flas për krahjen që kam marrë herë për komunitetin tonë, ishte jashtë fjalëve që më shpjegu njërit për atë dashni, atë për krahje që kam marrë, si financa, si për krahje me punë, me mund, na jenë bashkuar të me kenë bashkuar edhe me kenë shembull për shqiptarët gjithku në botë kudo që tjenë. Si të shqiptarëve këtu? Shumë gjendë mirë, për ditën ma mirë. Ne kemi ata probleme si komunitet që vjen i ri, jo letra, jo puna, jo shkolla, por kemi për para që shtetet tjera për njefin. Për na njef, gjëveria për na njef, veprat e tona, punët e tona, e si për sjellna, e qa për bojnë për të mirën e t'i vend. Edhe të di që kur nuk ka harrojmë atë vendlinjen tonë. Çfarë bëni për vendlindjen atëre? Edhe ja. Çfarë bëni për vendlindjen që nuk e harroni vendlindjen? Po na s'mund të harrojmë vendlinjen se na kemi, si dhe ndoshta jem tu, po gjithmonë kemi shën ka vendlinje, se s'mund të harrojmë. Kur ta menojmë gjitha e djerës, aja gjak që ja derë për ata toka, na s'mundem ja si o shpinë, as mund të harrojmë. Por na kemi nevojë mu bashku e mu ba matë fort të me shtujt bazë matë male për komunitetin, se kemi nevojat tona, drenia, shkollat, scholarships, borgjën që kemë plegjve, që mi e pas event që më bashku, me kalu i pjeka, investimi që dhëtë më banë në rëni, që ta mëjnë gjuhën në tërditën, që dhëtë më banë para filleshtare shkolla. Kemë nevoja qendër kulture, që jem të përnu dhe e besaj në shpet ka më realizu. Kur kemë na matë fort të, për vedi, kemë e kene matë fort për ta vendlinje tonë që i kemë në nejë. Kryetari i shoqatës Ana e Malit, Ismet Kurti, është i kënaqur me prezencën e madhe të qytetarëve shqiptar të pranishëm në këtë piknik dhe e vlerëson lart bashkëpunimin në mes të shoqatave shqiptare në Maltëzi, me shpresën që ata të jenë shembull i mirë i shqiptarëve në vendlindjen e tyre. Njëherë ju falenderoj të Vibojinin që vazhdoni të promovoni diasporën, që ndoshta i mungon shumë vendlindjes, që duhet të shohin që edhe këtu ne qëndrojmë të bashkuar. Ky piknik është pak më specifik nga se gjitha shoqatat në Maltëzi janë bashku në këtë park sot këtu, në vendet të ndryshme, po njëjtin lokal dhe festojmë Memorial Day këtu në New York. Si e shihni, përfaqësimi është shumë i mirë, ka rëndësi të madhe ky bashkim shumë ma tepër tregon edhe fuqinë që diaspora shqiptare ka këtu në New York. Në këtë piknik sot kanë me qenë zyrtar lokal prej New Yorkut, Staten Islandit dhe vendeve ku jetojnë shqiptarët, se aty në ju interesant të shohin që komuniteti shqiptar me të vërtet është advancu sidomos sa i përket aspektit politik dhe duhet shumë punojmë ma tepër në atë aspekt. Ndërkohë shohim të gjitha gjeneratat, nga më të vegjëlit deri tek të moshuarit dhe aktivitetet të ndryshme të cilat po zhvillohen sot. Cilat janë ato më kryesore të cilat zhvillohen? Po, ky është edhe qëllimi i shoqatave tona, që të përcjellim një farë trashëgimniet. Aktivitetet do jenë si gjithmonë futbolli i vogël, volejbolli, tekja e litarit dhe disa tjera, por qëllimi kryesor është që familjet të bashkohet, fëmija njoftohen njëri me tjetrin, jo vetëm me komunitetin e Anës Malit, po edhe me komunitetet e tjera në diasporë. E këto është qëllimi i shoqatave dhe bashkëpunimi jonë kryesor. Do të ky është një mesazh i mirë për ta përcjellur edhe tek vendlindja juaj, një bashkim të tillë që bëni ju këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po, besoj që është shumë e rëndësishme. Besoj që ai vullnet nuk mungon të populli shqiptar në trojet tona. Ndoshta mungon ma tepër të partitë politike, vullneti nuk është akoma, po shpresojmë që njerëzit ta shohin që një bashkëpunim i tillë ndoshta ta ndryshon edhe atë realitet që ndoshta është pak i hidhur për momentin.
Duke qenë se në këtë piknik zhvillohen aktivitete të shumta sportive, shoqata Ana e Malit kishte ftuar klubin e futbollit Ana e Malit nga vendlindja e tyre për të qenë prezent në këtë ditë. Trajneri i klubit Kadri Sinani në emër të klubit shprehet se është i privilegjuar që gjendet në mesin e shqiptarëve në New York. Përshëndetje gjithë bashkëdhëtarëve të cilët gjenden këtu në Amerikë. Klubi Ana Malit është formu me njëherë pas vitit të ri, me iniciativën e shoqërisë jo qeveritare BKA Business Club Ana Malit, edhe në kuadër të saj është formuar dhe klubi futbollistik Ana Malit. Ne kemi ardhur këtu me kërkesën e shoqatës shqiptaro-amerikane, ku kryetari zoti Ismet Kurti, me ftesën e tij kemi ardhur me marr pjesë në piknikun të cilin ata e organizojnë disa me radhë, edhe për të marrë pjesë një turne e cila e organizon një shoqata shqiptaro-amerikane me datën 30 maj. Si po kaloni këtu? Si është pritja? Si ju duket pranë bashkëvendasve tuaj që të qëndroni këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës? Po të shfrytëzoj rastin ti falenderoj gjithë bashkëdhëtarët, sepse ne kemi ardhur një grup prej 13 të rive, kështu që gjithë jemi të kënaqur, na kanë pritur shumë mirë. Edhe ju uroj atyne sukses edhe shëndet edhe në familjet e tyne dhe inshallah bëhet edhe ma mirë për ta dhe për ne. Sa të rëndësishme janë këto bashkime që të bashkohen shqiptarët nga Ana e Malit së bashku këtu me bashkëvendasit e tyre në Shtetet Bashkuara të Amerikës, por edhe anasjelltas, këta nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës të vinë në anë të Malit. Po këto takime janë shumë të rëndësishme dhe shumë të veçanta, sepse po si njoftohen njëri me tjetrin, shkëmbejnë do të thotë edhe përvojën e tyre këtu në Amerikë, edhe njihen me problemet e vendasve tyne, po me problemet që kanë bashkëdhëtarët këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Gjatë këtij pikniku ne shfrytëzuam rastin që të bisedojmë me anëtarët e fondacionit Plave Guci, të cilët janë bashkëorganizator të këtij pikniku. Një bashkim të tillë ata e vlerësojnë shumë të rëndësishëm për afrimin e komunitetit shqiptar në New York. Besoj se i ka 10-15 vite, dhe po merrem nga pak me aktivitete, ju ndihmoj në organizimet e tyre. Për ndryshe, fondacioni është themeluar tash disa dekada. Pikniku më tani më tradicional për fondacionin Plavë Guci. Këtu jo vetëm bashkëdhëtarët që vinë nga Plavë dhe Gucia, por edhe bashkëdhëtarët e tjerë shqiptarë nga vise tjera, shqiptare që gravitojnë në këtë komunitetin këtu, marrin pjesë çdo vit. Është një aktivitet shumë i mirë, është mundësi shumë e madhe edhe për fëmijët tanë që lindin këtu, të njoftohen me shqiptarët, kështu që të mundohem sadopak këto vitet e emergjimit të zbusim, të njihem njëri me tjetrin dhe vetëm bukur shoh punë të mirë që bën fondacioni dhe për atë arsye dhe jam antar i fondacionit dhe ndihmoj fondacionin në veprimet e tyre. Sa mendon që fondacioni Plavë Guci ndikon në bashkimin e shqiptarëve të Plavës dhe Gucisë këtu në New York? Ndihmon shumë. Me cilave aktivitete? Qoftë me aktivitetet nëpërmes të sikur sot piknikun që kemi, mandej organizon mbrëmje të ndryshme kombëtare, organizon darkën e flamurit me 28 nëntor, edhe ajo është tani më tradicionale tash 20 e sa vite. Fondacioni ndihmon në çdo aspekt, e them në çdo aspekt sepse çdo aktivitet kombëtar që ndodh këtu në New York me rrethe, fondacioni është prezent, ndihmon në ndërgimin e të rive, të marrin pjesë në shkollën shqipe, e cila është në Bronx. Për bashkim besoj si është një ndër organizatat kryesore këtu, sepse unë vetë jam marrë me aktivitetet e ndryshme që nga vitin 1985 që kom marrë këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës, po organizata Fondacioni Plavë Guci është një, si të thëm, një organizat shumë e mirë fillt që ka një bashkëpunim jashtëzakonisht mirë me të gjitha organizata tjera edhe shoqata tjera shqiptare dhe ndihmon në ruajtjen e kulturës dhe traditave të Plavës dhe të Gucisë dhe traditave në përgjithësi traditave shqiptare. Por gjithashtu, misioni juaj është human. Gjithashtu nuk e harroni vendlindjen tuaj, rrënjët tuaja. Kështu që aktivitetet të shumta, të cilat i dedikohen vendlindjes, nuk mungojnë besoj nga Fondacioni Plavë Guci. Absolutisht jo. Unë kom pas rastin edhe kom pas fatin të jem edhe një herë edhe kryetari Fondacioni Plavë Guci dhe ajo
që është fillua, është vazhdua krejt kohën. Fondacioni Plavë Goci ka dhënë ndihma materiale shumë për vendindjen tonë, për Plavën dhe Gocinë. Unë nuk do t'i ndumroja ndoshta të gjitha aktivitetet, e di vetëm për para një 10 viteve ka dhënë kontributin për më ndërtuar rruga prej Gocinë deri në Vutaj, edhe ura, gjitha ato. Tani fondacioni ka bërë organizime dhe tjera, për shembull për mirëmbajtjen e rrugëve që shojnë në për fshatrat e tjera që janë pak më larg. Fondacioni jep kontributin e tyre për të rinjt tanë që janë në Plavë dhe Gocinë, për student, për çdo vit jep kredi për ta. Është një organizatë jashtëzakonisht e mirë dhe shpresoj se pjesa dërmuese e shqiptarëve që vijnë nga ato troje duhet të inkuadrohen dhe të japin kontributin, sepse ka mbetur shumë pak, jemi shpërgulur shumë nga vendindja, kryesisht jemi këtu në New York dhe neve duhet të bëjmë më shumë që ata që janë në Plavë dhe Gocinë të mbesin aty. Ndihma jonë është domosdoshme dhe është jetike për ata njerëz që janë aty. Ju jeni sekretari fondacionit Plavë Goci. Me flisni pak për këtë fondacionin tuaj, për aktivitetet me të cilat merreni dhe për misionin tuaj human të cilin e keni. Fondacioni Plavë Goci është formuar që 20 vite, me dëshirën e popullit nga Plavë e Gocia për të bashkuar, për të kaluar një atmosferë sa më të bukur, për të marrë me kulturë edhe me humanizëm. Na jemi një popull që vijmë prej veriut Shqipërisë, nuk kemi pas të drejta asë një here, për atë arsye jem një numër i madh i shqiptarëve nga Plavë e Gocia që gjindemi në Mergat, posaçërisht këtu në rrethinën e New Yorkut. Motoja jonë është për t'i ndihmuar të gjithë ata që ju lypen ndihmë dhe për t'i bashkuar të gjithë ata që gjenden në mërgim. Kryesorja është që rinia të bashkohen dhe t'i vazhdojnë traditat tona që i kem e mos ta humbim kulturën dhe gjuhën. Po për ata të cilët janë akoma në Plavë dhe Goci, çfarë bëni ju për ta? Ne mundohem në çdo kusht ju ndihmojmë në çdo aspekt. Por ne merrem vetëm me humanizëm edhe me kulturë. Po nëse vjen edhe deri te politika e gjanat që i shtron shteti i Malit Zi kundër shqiptarëve në Plavë Goci, edhe aty bashkëngjiten popullit që gjenden në Plavë Goci. Dita e sotme është një ditë aktivitet i lirë, një piknik ku bashkohen familjarët, bashkohen me njëri tjetrit. Sa të rëndësishme janë këto aktivitete të lira për t'i bashkuar shqiptarët? Unë jam se 27 vite në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po gjoja se kom harrua edhe shumë gjana për atje. Kur t'i mbylli syt me kujtohen do gjanat. Sot është dita më e madhe për popullin shqiptar sot. Këtu se janë 5 organizata shqiptare që veprojnë në mërgim, janë të bashkuar, gjoja se i gjithë ky park është i mbushur me shqiptarë. Dëshira ime ishte që gjithë ky popull të jetë në vendlindje, por fatkeqësisht nga rrethanat se na kanë ndodhur neve shqiptarëve gjatë historisë, edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës mu bashkuar është shumë kënaqësi e madhe. Ju jeni arkatari fondacionit Plavë Goci. Tash sa kohë keni bërë pjesë e këtij fondacioni dhe cila është arsyeja që jeni bashkuar këtij fondacioni? Unë jam arkatari fondacionit që 4 vite. Arsyeja është që fondacioni Plavë Goci ka pas nevojë që të ketë aktivist edhe jam bashkangjit që të ndihmoj që s'pakut të kem një fondacion si duhet. Shohim sot që është një piknik, një aktivitet i lirë. Sa të rëndësishme janë aktivitetet e lira për t'i bashkuar shqiptarët e Plavës së Gocisë, por jo vetëm të Plavës së Gocisë, por gjithashtu shqiptarët e Malit të Zi, të cilët janë të hapur këtu në këtë vend. Unë besoj se këto aktivitete kanë një rëndësi shumë të madhe. Arsyeja është që në këto aktivitete ne njoftohem njëri me tjetrin, jo vetëm shqiptarë që vinë nga trevat e Plavës së Gocisë, por edhe nga gjitha trevat, sidomos shqiptarët të cilët janë nën Mal të Zi. Sa keni vëmendjen tek shqiptarët të cilët janë nën Mal të Zi atëherë? Them sinqerisht na këtë fokusin e kena të shqiptarët të cilët janë nën Mal të Zi, që ta ruajmë kulturën, traditën, edhe pse larg vendlindjes, kjo është e vetmja mënyrë që na mund të ruajmë një traditë, një kulturë edhe këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po si fondacion kemi filluar para 20 vjetëve, pak a shumë ta mbajmë kulturën, traditat, gjuhën tonë të bukur gjallë, por edhe të ndihmojmë vendlindjes tonë në raste urgjente, në raste të emergjencës me populatin e vorfur të asaj treve. Sa mendoni se ndikon
Plava dhe Gucia, Fondacioni Plavë dhe Guci tek bashkëvendësit tuaj të cilët kanë mbetur atje në Plavë dhe Guci. Sa të rëndësishëm ju jeni për ata? Ne në fakt jo që të levdohemi por ajo popullat që ka mbet në Plavë dhe Guci na shef neve pothuajse sikur fjalët e Nolit që thot maju nano mos ke frikë se ke djem në Amerikë. Gati të gjitha gjërat kryesore që kanë ndodhur në 20 vitet e fundit, duke marrë parasysh edhe bursat e studentëve shqiptarë që i studiojnë nëpër universitetet shqiptare, ndihma familjeve të vorfura, me disa raste edhe pagesat e avokatëve, mbrojtjen e lirisë të njeriut pak a shumë në Guci, ata gjithmonë na shohin neve sikur një zgjedhje të afatgjatë pothuajse. Numri shqiptarëve në Plavë dhe Guci nga dita në ditë po zvoglohet, ata po largohen nga ky vend. Si mendoni ju që mund të ruani ato tokat tuaja dhe mund të ruani shqiptarët atje për të qëndruar? Është fatkeqësi, por realitet që numri po zvoglohet dita me ditë, mirë po ka edhe një ringjallje të popullatës shqiptare të atyne trojeve me investime në shtëpijat e tyre, në rrugët, zhvillimet ballkanike të kohëve të fundit, si për shembull rruga Guci, Shkodër, Podgorica dhe tjetra që tani është në zhvillim Deçan Plavë, patjetër që do të ndihmojnë në riaktivizimin e pothuajse gjithë popullatës shqiptare që të kthehen, të investojnë, të rindërtojnë ato kullat e shemburat të vjetra të parëve tonë dhe patjetër që ky është shekulli i shqiptarëve. Shohim gjithashtu në këtë aktivitet të lirë, në këtë piknik të cilin po organizoni sot, shumë shqiptarë të cilët e kanë ruajtur me shumë fanatizëm gjuhën shqipe. Vazhdoni që ta ruani brez pas brezi dhe sa punoni për ta ruajtur gjuhën shqipe, për të ruajtur idealet dhe për të ruajtur traditat shqiptare këtu në Amerikë. Po ne në fakt mund të them që DNA-ja jone ka ruajtjen e gjuhës shqipe dhe fëmijët këtu do i shihni, do i takoni sot fëmijët që kanë lindur këtu i fëmijët. Tani janë 30 vjeçar, po kanë lindur këtu, flasin shqip, tamam malsorçe. Kemi disa aktivitete tilla, kemi koncerte, kemi shkolla shqipe, mirë po është në gjakun tonë që mos të humbet gjuha dhe tradita jonë. Ju si kryetari i Fondacionit Plavë Guci, ç'mund të më thoni për aktivitetin e ditës së sotme, për këtë piknik që është i organizuar së bashku edhe me shoqatat e tjera shqiptare të cilat veprojnë këtu në New York? Spari, faleminderit juve që keni gjetë kohën dhe mundësinë dhe keni ardhur prej Malësie këtu për këtë piknik. Sa i përket piknikut, kjo është hera e parë që kemi bën një takim kështu, një piknik gjithë shqiptarët e Malit Zi. Fatmirësisht po tregon që suksesi këtu është edhe shive që dëshmon gjithë ky numër dëshmon që kemi një komunitet lidhur, një komunitet mirë, kështu që sa ju ndihmoni komunitetit shqiptar në Plavë dhe Guci, ju si Fondacioni Plavë dhe Guci për të qenë të bashkuar dhe për të qenë të gjithë të lidhur siç e thatë edhe ju që jeni këtu? Sa i përket asaj çështje, ne mundohem me gjitha kushtet që kemi, gjitha mundësitë që kemi, mundohem sa që është nevoja që kemi ndonjë kërkesë prej bashkëvendasve tonë në atë vend, si ke për shkolla, si ke për rrugë, si ke për çfarë do ndihme që ka ndonjë aktivitet tjetër, gjithmonë ju gjindem edhe apin maksimumin sa që ke mundësi nga këtu, kështu që ky fondacion është tash 21 vit edhe kemi ndihmuar për çdo aktivitet. Do donim të dinim, ju tha që sot po bashkëpunoni me të gjitha shoqatat shqiptare të cilat janë këtu në New York. A do vazhdoj ky bashkëpunim dhe sa mendoni që është i rëndësishëm bashkëpunimi që të gjitha shoqatat e shqiptarëve të jenë të bashkuara? Është shumë e rëndësishme dhe unë jam i bindur që do të vazhdon ky bashkëpunim sepse jem gjithë shqiptar, jem gjithë prej një treve, kështu që kjo është një gjë shumë e dobishme, e gjithë kjo rini, kjo është ardhmëria jonë, janë brezat e ri që janë këtu, siç po shihni, e gjithë kjo rini ka shumë nga këta që edhe prindërit e tyre kanë lindë këtu, mirë po flasin shqip, angazhohen me gjitha mundësi dhe nuk e humbin atë kombin, nuk e humbin gjuhën me shumicë dhe kjo është një gjë shumë e dobishme e për neve kjo është qëllimi i vetëm që brezat e ri këtu që i kemi që
Të angazhojmë dhe që ti mbajmë sa ke mundësi së bashkut. Tash sa kohë jeni në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës tash 22 vite. Sa kohë jeni në Fondacionin Plav dhe Guci? Në Fondacionin Plav Guci, mendoj që 15 vite punëtar. Dhe çfarë mendoni për këtë fondacion? Sa është i bashkuar dhe sa i ndihmon për të qenë të bashkuar shqiptarët e Plavës së Gucis, por edhe shqiptarët më tej të Malit të Zi dhe të tokave tjera shqiptare? Ky fondacion, si kur organizata shumë tjera, bën shumë punë të mirë, bën punë të mrekullueshme që rinin, traditën, bashkimin, megjithëse jemi larg vendinjes, por se dashurinë për vendinje nuk e kemi humbur, edhe me këta organizime mundohem që ta bëjmë atë traditën, bashkojmë rinin, t'ja përcjellim një ditë bukur, ku ata të kënaqen me popull vetë, me bashkëvendas vetë, jo vetëm Plavës së Gucisë, por gjitha trojve shqiptare. Po sa vëmendjen e keni tek shqiptarët e Plavës së Gucisë, tek bashkëvendasit tuaj të cilët vazhdojnë të qëndrojnë në tokat e tyre? Na me ta, na don oqeani, por se dashuria dhe dhimbja për vendinje edhe për gjitha me çka ballafaqohen ata, vëmendja jonë te ta është gjithmonë. Ndërkohë, cilat janë aktivitetet me të cilat merreni? Sepse misioni juaj është human, besoj se çdo gjë që ka të bëjë me shqiptarët, juve jepni kontributin tuaj. Ashtu ne merrem më shumë me çështje humanitare, ndërtim shkollave, ndërtim udhave, furnizimi me studentave me burse, me libra, apo në një familje që ka kushtet financiare shumë vështira, mundohem me sa kemi mundësi që të ndihmojmë, se dim se nga vendi ku jetojnë nuk kanë asnjë ndihmë, sidomos nga qeveria apo nga shteti, kurse na kemi vetë që të ndihmojmë sa më shumë që të mundem. Krahas shoqatave shqiptaro-amerikane në Mal të Zi, së bashku me ta ishin edhe shoqata rrënjët shqiptare nga Shqipëria, ku kryetari Marko Kepi, lidhur me këtë aktivitet, shprehet. Po patjetër, kjo difton edhe një bashkim që kemi ne shqiptarë këtu në diasporë, si pa dallim krahinash, gjithë mlana bashk, si shqiptarë, festojmë bashk, losim bashk, kthehemi, kënojmë bashku, kështu që është një gest dhe një gjë shumë e mirë për ne diasporën, se sa më shumë bashkum jemi, aq më shumë edhe ne si komunitet përparojmë, po edhe një mesazh pozitiv që ja çojmë edhe qeverisë shqiptare aty në Shqipëri, po edhe qeveritë neve tjera ku jetojnë shqiptarë, që shqiptarët janë bashkuar, por kështu duhet na pak më të fortë. Përmes këtyre aktiviteteve sa mund të ruani ju gjuhën, kulturën, traditën, idealet shqiptare? Ma merr mendja se shumë, sepse edhe ato që dinë fort gjuhën shqiptare dhe që vinë aktivitete të tilla si kjo, mund të prekun pse nuk bërë shtyn diçka më shumë që më mësua ata gjuhën shqipe, që ata të jenë pjesë e komunitetit tonë në të aspektet. Në mesin e të pranishmeve në këtë piknik, ishte edhe një shoqatë e re që quhej Eagle, e cila ishte fokusuar në arsimimin dhe edukimin e shqiptarëve në New York, lidhur me aktivitetin e tyre, na sqaron Drita John Gecaj. Qëllimi i organizatës tonë është që të krijojmë më shumë, të krijojmë një rrjet social, një rrjet informacioni, një rrjet burimesh,
gjithashtu punë metodike dhe ju ndihmojmë studentëve me tira me informacion, me scholarship në një të ardhme të afërt, mundësinë se ku ato mund të krijojnë, ku mund ta gjejnë veten, çfarë opsionesh e mundësish ka këtu për edukimin e tyre. Ky piknik bashkoi së bashku një numër të konsiderueshëm të shqiptarësh me banim në New York, të cilët ndanë me njëri tjetrin një ditë të mbushur me aktivitete të shumta dhe nën ritmet e muzikës.